Dardha ka mbajtur dhe këtë vit festën e saj tradicionale duke mbledhur së bashku banor, vizitor dhe emigrant, që rikthehen në vendlindje me nostalgji për fshatin e origjinës. Në aktivitet ishte i pranishëm dhe mitropoliti, i cili u bashkua festimeve dhe komunitetit të Dardhës në këtë ditë të rëndësishme. Dardha ka qenë, është dhe do të jetë në rrethin e Korçës një nga fshata më me perspektivë. Dardha dallohet me bukuritë e saj natyrore. Dardha dallohet me gatimet tradicionale, me burimet e të tjera që njeri nuk e ka. Për shumë prej emigrantëve kjo festë është një mundësi për të rikthyer terrenjët dhe për të rijetuar kujtime të fëmirisë, ndërsa takimi me bashkëshatarët dhe kthimi në vendlindje mbartin një ngarkesë të veçantë emocionale. Lidhemi tërë dardharët, kemi kujtimet tona, kemi jetën tonë që jemi lindur dhe rritur këtu në këtë fshat. Ne ishim si një familje të gjithë dardharët. Pjesë e aktiviteteve ishte dhe vizita në Muzeun e Dardhës, ku pjesëmarrësit patën mundësi të njihen më nga afër me historinë, traditat dhe figurat e shquara që kanë dalë nga ky fshat. Ikonostasi i kishës, i cili është bërë nga Konstantin Tona gjyshi. Më e veçantë akoma është një lavdar me shallik që quhet këtu, një objekt fetar i cili vendosej bukës sipër në formë vule dhe kur shkonte buka në qepiqe, ajo kishte sipër emblemën e familjes. Kjo objekt i takon vitit 1604 dhe unë e kam të ruajtur në shtëpinë në Tiranë. Çdo 16 gusht dardharët bashkohen në një ditë të veçantë, ku në qendër është tradita, historia, kultura dhe mikpritja karakteristike e zonës.